E thënë se ç'a bëjnë prindrit për fëmijët. Ne punojmë akoma. Kur jepet mundësia, shkojnë ç'a bëjnë, kur jep lirinë, mrekullira. Siç e keni dëgjuar, një nga propozimet tona është të adoptojmë euron, të zvendësojmë lekun me euron. Përveç faktit që një pjesë e mirë e ekonomisë dhe sot që flasim është në euro, dhe kështu që ndryshimi nuk është shumë i madh, por përfitimet janë të jashtëzakonshme. Jemi këtu në një biznes ku pjesën e madhe të ardhurave i ka nga shitjet me jashtë, zotria ka humbur të paktën 20% të vlerës së xhiros vjetore. Ka bërë të njëjtën punë dhe në vend që të argëtonte 100, ka argëtuar 80. Pse? Sepse ka ardhur një lume para të pista, kanë vlerësuar euron edhe kanë vënë vështirësi zotrin. Nëse ne adoptojmë euron dhe kostot dhe të ardhurit kanë në euro, dhe kështu për këtë nuk do të shqetësohet më. Po do të shqetësohet thjesht të rrisi prodhimin dhe të rrisi cilësinë. Mirupafshim.